Nga një korriku, fermerët në vend do të përballen me një procedurë të re për përfitimin e kompensimit të TVSH-s. Krahas ruajtjes fizike të autofaturave, ata do të duhet t'i konfirmojnë ato në mënyrë online, përmes sistemit të administratës tatimore. Sipas autoriteteve, çdo autofaturë lëshuar nga grumbulluesit dhe përpunuesit regjistrohet në një databazë qendrore. Për të shmangur abuzimet dhe transaksionet fiktive, fermerët do të duhet të verifikojnë përputhjen mes dokumenteve që disponojnë dhe të dhënave të shfaqura në sistem. Aplikimi për kompensimin 10% të TVSH-s do të bëhet 2 herë në vit, përmes platformës e-Albania. Për periudhën janar-qershor 2026, dorëzimi i kërkesave nis me një korrik, ndërsa fondet do të disbursohen brenda 30 ditëve nga aplikimi. Një nga kushtet është edhe deklarimi i llogarisë bankare, ku do të kalohen pagesat. Skema synon të mbështesë fermerët për TVSH-n e paguar mbi inputet bujqësore si plera, fara dhe fidan. Megjithatë, për llogaritja e kompensimit nuk bëhet mbi blerjet, por mbi vlerën e autofaturave të lëshuara për produktet e shitura. Ndërkohë administrata tatimore ka paralajmëruar kontrolle të shtuara në terren. Në fokus do të jenë grumbulluesit dhe përpunuesit që nuk lëshojnë autofatura, si dhe evidentimi i subjekteve me aktivitet fiktiv. Autoritetet bëjnë thirrje për respektimin e rregullave, duke theksuar se shkeljet do të ndëshkohen me masa administrative.